Edhe në studion tonë, sot kemi kënaqësinë të mirëpresim një emër të njohur të futbollit shqiptar dhe më gjërë. Një lider që nga fusha e lojës ka kaluar në drejtimin strategjik të një prej klubeve më të suksesshme në vend. Bëhet fjalë për Ardian Cuculin, ish qendërmbrojtës i përfaqësues së Maqedonisë së Veriut dhe aktualisht drejtor sportiv i klubit të futbollit Shkëndija. Me të do flasim për suksesin e këtij sezoni, ku Shkëndija riktheu titullin kampion në Tetov për herë të pestë në histori. E mirëpresim tani në studio, direkt nga qyteti i Kërçovës, për ta përshëndetur. Mirë se erdhe, Ardian. Shumë kënaqësi që t'ju kemi. Vendi juaj është aty? Faleminderit. Së pari me që e mirë e parë, unë jam të më të... Mos më thuaj se është për mua tani kjo. Është për emisionin tuaj. Shumë faleminderit. Një surprizë e këndshme. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Hapësirën që na jepni neve. Shumë faleminderit, me shumë kënaqësi do e mbaj, shumë faleminderit. Unë mendoja se e keni sjellur vetëm për ta vënë këtu, si një simbol të mrekullueshëm të klubit të futbollit Shkëndija. Unë po e dija do e vishja nga fillimi. Shumë faleminderit. Po ishte surprizë që më bukur. Shumë faleminderit për këtë surprizë të bukur. Gjithsesi unë do e vesh sa herë që të ketë nevojë. Mjafton që ngjyra ti ka kuqezi. Kur të ketë në një ndeshje në Evropë tani edhe mund ta vesh. Patjetër, shumë faleminderit. Ardian, fillimisht unë e di që jeni shumë i angazhuar këto ditë sidomos nga Kosova në Shqipëri, nga Shqipëria në Maqedoni, por që nuk refuzuat ftesën, t'ju përgjigjeni pozitivisht edhe emisionit ton për të folur për këtë arritje të madhe të klubit të futbollit Shkëndija dhe jo vetëm. Normalisht Shkëndija si emër përbën shumë bujtë madhe gjitha nej, është ngjyrat, është një klub që realisht përfaqëson shumicën dërmuese shqiptarëve të Maqedonisë dhe duke mos na shkaluar asnjë, çdo ftesë ishte e mirëpritur dhe munduam sadopak të jemi në çdo emision, në çdo vend që do na thirrin me qëllimin sa më të mirë, me përfaqësu klubin në mënyrë sa më dinjitose. Më thuaj, si e përjetuat momentin kur Shkëndija u shpall kampion? Çfarë emocione mbizotruan në gjithë klubin atë ditë? U bë një kohë gjatë, kushtimisht thonë nën ciklën e kompanisë Ekolog, familjes Destani, u bën gati 3-4 vite që klubi Shkëndijës nuk ishte marrë titullin kampion dhe ishte një emocion dhe një presion në të njëjtën kohë që ta rikthejmë titullin kampion. Ishte shumë i dëshiruar nga ana e tifozëve, nga ana e gjithë dashamirësve të sportit dhe thjesht u kthye në vend aty ku i takon titulli kampion dhe jemi shumë të kënaqur. Aspekti emocional, unë edhe si lojtar kam marrë titull me Shkëndin, por çdo titull ka emocion akoma më të madh, akoma më të ndryshëm, sepse njëre para unë jam tifoz i klubit, pastaj jam punonjës i saj. E përjetuat njëjtë aromën e titullit sikur kur ishit lojtar dhe tani si drejtor sportiv? Ndjenjat janë çuditshme sepse dhe emocione shumë pozitive, edhe si lojtar, edhe si drejtues janë gati të njëjta, por çdo herë, varësisht pi situatave dhe pi kohës, titulli kampion të jep një ndjesi, një emocion shumë të madh, sepse ti gëzon jo vetëm një tifozëri të zjarrt, ti gëzon familjet tona dhe gjithë opinionin, gjithë dashamirët e klubit Shkëndija. Padyshim. Ardian, thuaj, ka pasur ndonjë moment veçantë këtë sezon që ju ka mbetur kështu në mendje dhe që mendoni se simbolizon rrugën drejt këtij suksesi? Nëse i bëjmë një rezime gjithë vitit kalendarik, faktikisht vitit sportiv, them që kemi pas shumë vështirësi, shumë peripeci, shumë stres, shumë mund, shumë sakrificë, ndonjëherë edhe jemi kritikuar me të drejtë ose pa drejtë, pak rëndësi ka dhe ne për atë jemi, por asnjëherë nuk dyshuam në atë që ku duam të arrijmë dhe ku duam të shkojmë. Ishim vetëdijshëm për gjatë rrugës në përkëmbëzat që do t'i kemi, por në fund e rëndësishme është që ne gadhnej gjithë klubi, fal një punë të jashtëzakonshme, fal pronarit tonë, zoti Lazim Destani dhe familjes së tij që në mënyrë të pa arsyeshme, pa rezervë dhanë gjithçka për klubin duke mos kursyer asgjë.
pastaj gëzimi shumë i madh i tifozëve tanë ballisë, të cilët kanë qenë mrekullueshëm gjatë gjithë kësaj periudhe, gjithë këtij viti. Është një vit i gjatë, por në fund kur kurorizohet me këtë sukses dhe unë jam mirënjohës dhe falenderues të gjithëve, sidomos çdo punonjës në klub dhe çdo tifoz i cili na ka përkrahur. Përveç ballistave, sigurisht që përkrahjen keni pas nga gjithë shqiptarët, por edhe shumica nga qyteti dhe komuniteti i Tetovës. Cilat ishin ato komentet ndoshta që ju kanë ngelur ndonjë kështu në mendje që keni marrë atë ditë nga ndonjë qytetar i Tetovës? Keni pas reagime interesante? Reagime ka plot gjatë gjithë vitit, si reagime pozitive dhe negative, por thash është pjesë e punës. E rëndësishme se reagimi më të mirë kemi marrë që u kthye aty ku takon titulli dhe kënaqësia është jashtëzakonisht e veçantë kur ti shikon njerëzit të gëzueshëm ndaj një arritje të këtij klubi dhe për më tepër kënaqësia është akoma më e veçantë ku ti i ke bërë të kënaqen në kuptimin asaj që ke qenë pjesë e klubit, ke punuar për të arritur deri aty. Padyshim. Cilat ndeshje i konsideroni si më të vështira dhe që mendoni që kanë korrur sukses dhe që kanë qenë ndoshta pjesë e këtij suksesi? Gjatë gjithë vitit duhet të dim që vazhdimësia është shumë e rëndësishme në futboll dhe në mënyrë konsistente pavarësisht kundërshtarit, duhet me qenë në çdo ndeshje duhet me u fut me marrë 3 pikët. Ne këtë vit kemi pas suksese të jashtëzakonshme në aspektin edhe çështjen e ndeshjeve 1-1, mos gaboj, mos e marrim ndeshjen e fundit, ne nga 32 xhiro kemi pas vetëm 2 humbje. Që është një gjë shumë e mirë, gjë shumë pozitive, ka mbizotruar një... Ka ndodhur më herët kjo ose? Po edhe mund të kenë ndodhur, po është një shenjë ose një gjë që tregon për seriozitetin, për punën që është bërë, një punë e mirë e jashtëzakonshme, një ekipi të tërë të klubit, duke renditur nga kryesia e klubit, që është administrata, çdo punonjës edhe i fushës, edhe punonjësit të tjerë, domethënë gjithë duke sinkronizuar në mes vetëm për një qëllim. Qëllimi është që klubi ose lojtarët të kenë kushte sa më të mira dhe të jenë në mënyrë sa më të koncentruar, në mënyrë që të japin më të mirën në fushë dhe mos mendojnë për gjëra tjera. Unë jam i falenderues çdo punonjësi në klub. Pa dyshim duke mos nisur 1-1 se ndoshta do harroj dhe një dhe do të midhërohem, por thjesht jam shumë falenderues. Jam falenderues edhe çështjes së akademisë së klubit ku ne kemi jashtëzakonisht është një burim, një fryt për ekipin e parë që ndoshta edhe në kushte jo shumë të volitshme në aspektin e infrastrukturës, po ato japin maksimumin dhe unë jam falenderues dhe akademisë klubit dhe çdo punonjës në akademi. Ardian, na mendon se ky titull shënon fillimin e një epoke të re për Shkëndijën, por edhe për vetë futbollin shqiptar në Maqedoni? Çdo herë tham edhe parës që vazhdimësia është shumë e rëndësishme në sport. Ne do të mundohemi që në mënyrë sa më të mirë, sa më profesionale me gjithë ekipin që jemi, pa u dorëzuar asnjëherë, të vazhdojmë dhe të punojmë në atë drejtim. Nuk i ngjan dhe edhe normalisht që i ngjan Shkëndijës të vazhdojë, të hapërojë drejt sukseseve të ardhshme dhe shpresoj se do t'jetë një augur i mirë, një fillim i mirë ky vit për vazhdimësinë e klubit. Pavarësisht kush është aty ose kush punon aty, thjesht qëllimi, mendimi dhe gjithë ajo energjia t'jetë që klubi të shkojë çdo herë një hap më lart. Gjithmonë për emrin Shkëndija dhe jo për individat. Absolutisht. Duke qenë edhe jurist i diplomuar, në çë mënyrë ju ka ndihmuar kjo përgatitje akademike për ta udhëhequr tani këtë klub? Shikoni, unë normalisht në aspektin... Edhe si ka qenë kjo rrugë, nga një lojtar në fushë në drejtor sportiv i një klubi prestigjioz si që është Shkëndija? Çështja e shkollimit më ka ndihmuar mënyrën, qasjen dhe sjelljen ndaj njerëzve ose ndonjë problem në punë për ta zgjidhur. Por mendoj se më shumë ka të bëjë ana njerëzore në këtë aspekt dhe qasja
profesionale në sport. Qasja profesionale ka qenë jashtëzakonshme dhe klubi e ka pas vetëm qasjen profesionale dhe vetëm unë jam bashkangjit si pjesë e profesionalizmit klubit, duke më ndihmuar çdo njeri sepse unë jam i ri në këtë drejtim dhe është fat dhe privilegj për mua që mu dha kjo mundësi dhe shpresoj dhe besoj se nuk e kom dhënë akoma më të mirën time për arsye se janë veç fillimet e mia edhe unë jam koshien dhe i vetëdijshëm sepse nuk i di të gjitha ose nuk jam më i miri, kupton? Dhe shpresoj se me kalimin e viteve unë do të bëhem mirë dhe më i mirë në të njëjtën kohë duke i shërbyer klubit, duke i shërbyer gjithë ekipit sepse në këtë mënyrë unë personalisht ndjej kënaqësinë kur nëpërmjet punës sime, nëpërmjet punës së ekipit që jemi gjithë, kontribuojmë për një shkëndijë sa më të mirë, shkëndijë sa më të profesionale, një shkëndijë sa më lart të shkojë në çdo aspekt. Padyshim. Sa ndjehesh i përmbushur, Ardian, duke qenë se je kthyer në vendlindje për të kontribuar prapë se prapë, sepse një kohë ishe edhe në Kosovë. Po, isha në Kosovë, isha në Shqipëri. Po. Më beso, unë jam... Herën e fundit kur jemi takuar në Kosovë, ke qenë. Po, për nuk e di, për fat ose për diçka, unë në TV vetëm dikur në kafe kam ardhur. Kjo ishte edhe parë që të vi brenda në emision. Shumë kënaqësi që na nderove. E para është që, duke i kthyer pyetjes suaj, e para është që unë jam tifoz i këtij klubi. Është më e rëndësishme nga gjithë. Edhe më e rëndësishme nga gjithë dhe ndonjë veprim është më shumë emocional se sa profesional në momente caktuara. Mirë po, jam munduar maksimalisht duke e heq emocionin, duke menduar me kokë dhe vepruar gjithashtu me kokë të ftohtë për arsye se ndoshta në emocione sipër mund të marrin vendime dhe të gabuara ndaj në situata të ndryshme. Dhe menaxhimi në këtë rast është shumë i rëndësishëm pastaj që ti jesh njësoj në një ritëm me të gjithë. Edhe them që në aspektin tjetër është që unë jam i përmbushur pa diskutim sepse kam marrë pjesë në një projekt të cilin ne kemi nisur dhe në një projekt të cilin korri sukses dhe rëndësishme është që unë jam pjesë e saj dhe më bën të ndjem mirë, më bën të reflektoj në të ardhmen dhe të punoj akoma më shumë, është një shtys për mua për të vazhduar më mirë. Para se të pyes se ku do e shohim klubin në të ardhmen, në çfarë aspirata, po Ardian Cuculin, ku do e shohim në të ardhmen, do vazhdosh të kontribuosh për shkëndijën? Gjithmonë do vazhdoj të kontribuoj për klubin deri në momentin që e shikojnë drejtuesit ose e shikoj edhe unë vetë që më nuk kam çka të jap në atë klub. Por thash jam në fillimet dhe unë jam shumë i vetëdijshëm në këtë që them që unë do të jem gjithmonë i gatshëm për këtë klub, pavarësisht a jam pjesë e saj ose do të jem nga jashtë për të ndihmuar në një formë ose një formë tjetër. Dhe pak rëndësi ka është Ardiani ose ku do të jetë Ardiani, e rëndësishme është në këtë pjesë, më besoni, është çështja e klubit. Më intereson klubi, pavarësisht a jam unë, të shkojnë binare të duhura, të shkojnë në drejtimin e duhur dhe normalisht me njerëz pavarësisht sepse njerëzit shkojnë e vinë kurse klubi është i përjetshëm. Tani që titulli më vetë është fituar, cilat janë objektivat për sezonin e ardhshëm? Jemi duke punuar maksimalisht me grupin që të vazhdojmë me projektin i cili është nisur një vit e gjysmë më parë. Jemi nga finalizimi i sendeve edhe shpresoj se javën e ardhshme do të dalim me një konkluzion se si do të vazhdohet. Normalisht, pavarësisht gjithçkaje, klubi duhet të eci përpara dhe shpresoj se në këtë drejtim vijnë ditë bukura për klubin. Ardian, më intereson në diçka tjetër, ndonjë plan konkret për zhvillimin e të rinjeve brenda klubit dhe investimin në talentin e futbollit për këta të rinj që i kemi? Shpesh e kemi diskutuar këtë pjesë dhe mi po duhet të jemi të realë se për momentin pjesa e infrastrukturës e cila është në qytetin e Tetovës nuk është më e mira e mundshme. Unë prapë them me atë kapacitet momental që është, kemi lojtar goxha të mirë fal punës së akademisë, fal koordinatorit të saj dhe
gjithë trajnerave cilët punojnë në akademi. Jemi gjithmonë, kemi një plan të mirë që me një qëllim të vetëm që akademia të jetë gjithmonë një burim i cili do të mbushë ose çdo vit të dalin 1-2 lojtarë nga akademia të vinë në ekipin e parë. Do me thënë, është si motor e klubit parë, është një si shërbys i ekipit parë, kështu që vazhdojmë më tutje me punë dhe që më rëndësishme, po ndoshta rregullohet tani dhe çështja e infrastrukturës, cilët nuk është në dorën tonë, nuk është në dorën e klubit, sepse është në dorën e organeve, të cilët shpresoj dhe besoj që do të na rregullojnë edhe ca fusha, edhe që të jemi akoma më mirë, akoma më profesional, akoma më motivues dhe akoma më afër në shpinën e çdo shqiptarit maqedonisë. Sepse do të në atë mënyrën se cilën ne mendojmë dhe ta dërgojmë klubin është që Shkëndija të jetë shtëpi e çdo shqiptarit në Republikën e Maqedonisë. Dhe ta kenë vërtet vendin e duhur për çdo shqiptar dhe për çdo të rinj mbi gjitha. Për çdo të rinj, për çdo lojtar, kualitet ta ketë vendin në klubin tonë. Po. Kualifikimet për Ligën e Kampionëve janë një sfidë e madhe, padyshim. Si janë përgatitjet për Shkëndijën në këto përballje të arenës evropiane? Po normalisht tani me fitimin e titullit kampion jemi në kualifikuesit e Champions League. Mundohemi dita ditës duke punuar që ato pak lojtarë të cilët duam t'i marrim ose cila nga ana e stafit teknik do të jenë, jemi duke bërë studime në atë drejtim dhe shpresoj se përforcime të besoj se po, do ketë përforcime dhe me një qëllim të vetëm që të jetë klubi sa më mirë ose sa më konkurrues në arenën ndërkombëtare. Do të tentojmë të bëjmë më të mirën, Shkëndija gjithmonë ka luajtur dhe ka treguar cilësi edhe në arenën ndërkombëtare dhe nuk besoj se do të jemi atje për jo thjesht për shëtitje. Ardian, si një profesionist i kësaj fushe, thuaj se çfarë ndryshimet do donit që të shihnit në futbollin vendas? Ku mendoni që ka ngecje futbolli i Maqedonisë? Futbolli i Maqedonisë dihet është vetëm është botërisht e ditur, është çështja e infrastrukturës, cila duhet rregullohet. Mendoj edhe një ligj sponsorizimi i cili do të bëjë mirë ose do të kompanive më të mëdha për investime sa më të mëdha në sport. Këto dyja dhe sistemin e referimit gjithsesi VAR sistemin, i cili vetëm është lajmëruar nga drejtuesit e ri të federatës që prej sezonit të ardhshëm do të jenë dhe normalisht. E para dhe më e rëndësishme unë mendoj se infrastruktura, gjë që ngec në Republikën e Maqedonisë, nuk i kemi fushat më të mira, po duke shpresuar që dita ditës të rregullohet. Ja vetëm është nisur, është ndërtimi i stadiumit tonë, cilin vetëm është përgatitje si vetëm ka filluar ndërtimi i tij dhe shpresoj se edhe në çdo qytet tjetër do të merren masa të tilla, gjithsesi iniciativa për ndërtimet e stadiumeve, gjithsesi rregullimit të infrastrukturës. Për dallim nga Kosova dhe Shqipëria, duke marrë parasysh që nga afër i ke pa edhe atje? Me thënë drejtën, Shqipëria është më lart sepse është ndërtuar në bën një korelacion nëpërmjet federatës dhe mos të krahasojmë tani stadiumin atje. Po, është goxha stadiume të rregulluara. Ju e dini se edhe kampionati evropian është duke u zhvilluar U17 në Shqipëri dhe Serbi e kanë bashkë. Është një vullnet i mirë i njerëzve të cilët punojnë në sport, po bashkë vullnet i mirë i qeverisë shqiptare në këtë rast, pavarësisht aja është PS ose PD, thjesht në momentin vullnet i mirë i shtetit për të për të kriju kushte sa më të mira për sportin. Në këtë rast shpresoj se do të marrim një shembull të mirë, edhe shpresoj se edhe qeveritë tona të Maqedonisë do t'i kthejnë syt nga futbolli, nga sporti në përgjithësi, për të ndërtuar infrastrukturën e cila e mungon këtij vendi, për të arritur suksese akoma më të mëdha, akoma më të bukura, akoma për të zhvillim të shumë talenteve, thjesht për një Maqedoni sportive. Çfarë këshille do dëshironi të jepni të rinjeve që duan të vazhdojnë rrugën e këtij sporti?
Unë të rinjve futbolli ka dhe ullje, sportin përgjithësi ka ullje të ngritje e veta, por shka e rëndësishme është këmbgulja. Unë në jetë nuk arrin më të miret. Në jetë arrin ato që janë më këmbgullës. Dhe në këtë rast, çdo triu do t'i them që ndiqe ëndrrën tënde. Me këtë mesazh të fuqishëm, ne duhet ta përmbyllim këtë bisedë. Ardian, duke t'u falenderuar jashtëzakonisht shumë që more rrugë fillimisht nga Korçova dhe u bëre pjesë e këtij programi. Të urojmë shumë suksese individualisht, por mbi gjitha edhe klubit të futbollit Shkëndija, duke na përfaqësuar dinjësisht edhe në Evropë edhe në botë, pse jo në të ardhmen, gjithmonë në të mirën e qytetarëve tanë dhe shqiptarëve në përgjithësi. Faleminderit juve, faleminderit televizionit Maqedonisë që na jep hapësirë për të shprehur edhe sadopak problematikat, arritjet, gjithçka të klubit Shkëndijës ose më saktë njerëzve të sportit. Jam me jos, faleminderit. Patshim çdo herë vetëm suksese dhe jo problematika. Faleminderit.